Përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues të Radio Strugës, jeni me mua Borën në programin në Retro Time. Unë takuam dhe këtë të martë në ora 16. Sot e kemi një datë shumë interesante, e cila është 2 prill, ku do të flasim për zanafillën e saj dhe se si titullohet në mënyrë më ndërkombëtare kjo ditë. Ndryshe, për ne si letrar dhe unë si letrare që merrem me letërsi, 2 prill njihet si dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë festohet në 2 prill me shenjë të lindjes Hans Christian Andersen, një nga autorët më të shquar të letërsisë për fëmijë. Kjo ditë nuk është thjesht një datë simbolike, ajo synon të nxjisë leximin, kreativitetin dhe dashurinë për librin e fëmijëve të gjitha moshave. Andersen ka krijuar një mori porrallash të njohura që kanë mbetur mund të themi edhe të pavdekshme në kujtesën e lexuesve të rinj dhe të vjetër po ashtu. Disa nga veprat më të famshme të tij janë si E bukura dhe Bisha, ku pavarësisht që është një libër për fëmijë, është bërë edhe film vizatimor, Shtriga e keqe, Shau i vogël dhe Vishka e vogël. Çdo histori e tij përmban mesazhe morale të fuqishme, duke nxitur vlerat e mirësisë, guximit, drejtësisë dhe ndjeshmërisë ndaj të tjerëve. Si fillim, pavarësisht që e bëm një hyrje të shkurtër për 2 prill, për ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, do doja t'ju përshëndesja me një këngë për fëmijë. Edhe se mund të them që është për fëmijë, po gjithsesi është shumë e vjetër dhe mund të thoja që përputhet me të gjitha moshat. Jemi rritur me të dhe po ashtu dua t'u bëj edhe një dallim se si ka qenë letërsia për fëmijë në botë dhe si ka qenë letërsia për fëmijë në Shqipëri. Dallimi është shumë i madh, mënyra e qasjes është shumë ndryshe në krahasim me letërsinë botërore. Por në letërsinë për fëmijë shqiptare ka ndikuar shumë dhe historia jon. Ka ndikuar shumë se si populli ynë ka luftuar, se si populli ynë është ngritur dhe se si nënat, gjyshërit i kanë përkundër fëmijët e tyre me kënga patriotike. Do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër me një këngë dhe më pas do të rikthehemi në studio.
U rikthejmë kështu përsëri në studio dhe siç e thash në fillim për juve që jeni kyçur pak më vonë, do të flasim për 200 prill, si ditën ndërkombëtare të letërsisë për fëmijë ose të librit për fëmijë. Në shekuj, libri ka qenë mjeti kryesor për edukimin dhe argëtimin e fëmijëve. Para kohës së teknologjisë dhe televizorit, librat ofronin udhëtime imagjinare, aventura të papërsëritshme dhe mënyra të drejtpërdrejta për të kuptuar botën. Leximi i përbashkët në familje ose në klasa ndihmonte fëmijët të zhvillonin të menduarit kritik, të menduarit në mënyrë imagjinare, të kuptonin ndjenjat dhe të formonin vlerat e tyre morale. Ky dimension edukativ dhe emocional është baza asaj që po ashtu ne mundohemi në Retro Time ta përcjellim, rikthim në ato momente kur libri ishte më shumë se një objekt, ishte mik, një udhërrëfyes dhe një shok i përbashkët me të cilin shkonin në një botë imagjinare. Përveç historisë së Andersenit, kjo ditë na kujton edhe rëndësinë e librave në formimin e identitetit të fëmijëve dhe forcimin e lidhjeve mes tyre dhe botës së gjerë. Çdo libër për fëmijë, nga më i thjeshti dhe deri te më i ndërlikuari, përmban potencialin të hap horizonte të reja, të zhvillojë kreativitetin dhe të jap mësime për jetën. Me që edhe tema kryesore është libri për fëmijë, gjëja që më ka vrarë veshin është që kam marrë vesh së fundmi që në planet e reja të arsimit janë hequr lektyrat edhe pjesa e hartimeve. Më vrau veshin shumë dhe të them të drejtën, jam duke menduar se rinia do të bëhet shumë me korniza. Rinia nuk do të ketë një mendim të vetin, rinia nuk do të ketë një botë ndryshe. Duke nisur nga fakti që ne nga klasa e 4 kemi nisur të lexojmë lektyra të ndryshme dhe duke e pasur para ca javësh e kisha dhe praktikën në një shkollë fillore në Tetov dhe mësova që për shembull ato nuk e kishin lexuar Kush e solli Dorontinën, ato nuk e kishin lexuar 14 vjeç dhe ëndër, ata nuk e kishin lexuar Doktor Gjilpërën. Edhe të them të drejtën, isha me një klasë ku unë doja të kisha një bashkëpunim shumë të madh me to. Se të themi të drejtën, 14 vjeç dhe ndër kush se di, ose kush e solli Dorontinën, kush nuk e di. Dhe mënyra se si mundohesha unë të qasesha me ta, ishte e gabuar. Për faktin, ishte e gabuar se ato nuk ishin të lexuar dhe nuk mundesh të kesh bashkëpunim në letërsi, nëse nxënësit nuk i kanë lexuar ato. Dhe për shembull, e zëm, e kishin lexuar Afroditën e Stereospasës dhe gjëja që më erdhi habi është që të gjithë e kishin një mendim dhe kur e pyeta a e keni lexuar Afroditën ose Afrodita përsëri në fshat, nuk e dishin se cilën e kishin lexuar. Unë duan të ma shpjegonin, po më tregonin elementet të cilat ishin në të dyja librat. Edhe thash, okay, më tregoni çfarë mendimi keni për lektyrën që e keni lexuar. E tha njëri mendimin e vet personal dhe kur i pyeta të tjerët thanë po edhe neve kemi të njëjtin mendim. Letërsia të jep mundësinë që ti të zgjerohesh, që ti mos e kesh të njëjtin mendim me tjetrin, që ti edhe nëse e ke të njëjtin mendim me tjetrin, të mund ta shprehësh në mënyrë ndryshe, në mënyrë më të thjeshtë, në mënyrë më të zgjeruar, më metaforike, më të krahasuar, po e di edhe faktin që nuk mundesh të bësh krahasime nëse nuk e lexuar edhe vepra të tjera. Dhe kjo gjë ishte që më erdhi vërtet shumë keq, edhe do ju lutesha edhe profesorëve, arsimtarëve, mësuesve që pavarësisht planit dhe rregulloreve, mos i lini nxënësit pa lexuar lektyra. Në atë moment juve automatikisht u afikni mënyrën se si ato mund të imagjinojnë, të krijojnë, edhe se si ata mund të bëhen kritik. Njëri nëse nuk është kritik, domethënë nuk din mjaftueshëm për jetën ose ku ta di unë, për diçka që i takon atij. Edhe ka edhe prindër që thonë po fëmia nuk e ka në plan program të ketë lektyra, përse juve ja jepni. Thuaj shqyr që profesorët, arsimtarët japin akoma lektyra, se teknikisht fëmijët do të bëhen, domethënë pa botën e tyre, do të bëhen shumë robota. Tani do të flasim për autorët e huaj të letërsisë për fëmijë dhe veprat e tyre. Letërsia për fëmijë ka një histori të pasur ndërkombëtare, ku disa autorë kanë lënë gjurmë të pashlyeshme, përveç Hans Christian Andersen, disa nga emrat më të njohur të veprave për fëmijë janë për shembull edhe Lewis Carroll me librin Alice në botën e çuditërave,
ku po ashtu është edhe film vizatimor, po dua t'u them edhe fëmijëve që mënyra më e bukur për t'i kuptuar këtë vepra është nëse i lexoni. Më ka ndodhur shumë raste që kam parë filma, e kam thënë, okay, ndoshta është e kot nëse e lexoj, por në momentin që unë e kam lexuar, kam parë detaje shumë ndryshe, kam parë detaje që unë nëpër filma nuk i kam vërejtur, ose ka edhe lëshime të shumta që për shembull libri pavarësisht që e ka mënyrën më të qetë të qasjes me personazhin në vepër, por në të njëjtën kohë edhe me lexuesin, nëpër filma janë më euforike. Tjetër po ashtu mund të thoja për Alisën, është një udhëtim fantastik në një botë të çuditshme ku çdo gjë sfidon logjikën dhe pritshmëritë. Alice ndjek një lepur të bardhë në një botë magjike plot personazhe absurde si macja e çuditshme, mbretëresha e letrave, kartave me zemra, historitë po ashtu përmbajnë lojra gjuhësore, enigma dhe mesazhe mbi të menduarit kritik dhe kuriozitetit. Pastaj kemi edhe filmin vizatimor Winnie the Pooh, një seri tregimesh për miqësinë dhe aventurat e një njeriu të vogël dhe shokëve të tij në pyllin e qëndrueshëm. Personazhet mësojnë se si të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të zgjedhin problemet me imagjinatën dhe me dashurinë e tyre për njëri tjetrin. Historitë janë të thjeshta, të ngrohta dhe të mbushura me humor të butë. Por sot ne kemi Masha and the Bear, kemi Paw Patrol, ku fëmijët vërtet janë kështu para kompjuterit ose para televizorit për t'i parë ato, po ka edhe filma vizatimor të cilët prej të cilëve mësojmë shumë, të cilët japin shumë mesazhe dhe janë më të ngrohtë dhe më të afërt me fëmijët. Fëmijëve u krijojnë më shumë botën imagjinare. Po ashtu tjetër është edhe Peter Rabbit, një histori me kafsh antropomorfe që ndërveprojnë në natyrë dhe mësojnë leksione morale. Peter Rabbit, një lepur i vogël, shpëton nga sfidat e përditshme dhe mëson rëndësinë e zgjuarësisë, guximit dhe ndershmërisë, që pavarësisht Rabbit, lepujt, njen për frikacak. Por këtu është kthyer në i guximshëm, ku pavarësisht, kjo është edhe një mesazh tjetër, pavarësisht se si të shikon shoqëria, ti mund t'u vërtetosh atyre që ti nuk je i tillë, ti nuk je njësoj si të tjerët. Vepra po ashtu mund të themi se ka një përzierje të mirë mes aventurës dhe edukimit moral. Dhe tjetra është Harry Potter. Harry Potteri që unë sot e shoh. Një seri moderne fantastike që ka prekur miliona lexues. Fëmijët mësojnë vlera si miqësia, guximi, respekti dhe drejtësia, ndërsa ndjekin aventurat e Harryt dhe shokëve të tij në një botë magjike. Interesantja e Harryt është që mora vesh do ribohen filmat. Edhe ke Harry Potteri kam pasur raste që, domethënë, kam thënë, okay, më mirë dua t'i lexoj vetëm librat, po edhe filmi më mban gjithmonë të mbërthyer. Sa herë që vjen ajo periudha nëntor-dhjetor, festat e Krishtlindjeve, e nis Harry Potteri nga pjesa e parë deri në pjesën e fundit. Edhe pjesa e fundit në fakt nuk është film, pjesa e fundit është Fëmia e mallkuar, ku e kemi vetëm libër. Por mund ta vëreni edhe në librat e tjerë se si për shembull janë të përshkruar personazhet, se si e kanë qasjen personazhet, edhe më pëlqen shumë pjesa e 5 ose po, më duket pjesa e 5 ku është Ron, Hermione edhe Harry, ku përballë profesoreshës, ku profesoresha e pyet përse gjithmonë kur ndodhin probleme jeni juve të tre. Janë një treshe fantastike, janë një treshe që pavarësisht kushteve janë heronjt e kësaj aventure. Të gjithë këta autorë kanë krijuar universitet e tyre të veçanta ku imagjinata dhe edukimi bashkohen për të formuar lexuesin e ri. Çdo histori ka një kombinim të bukur të aventurës, humorit dhe mësimeve morale, duke bërë që libri të jetë një mjet i fuqishëm për zhvillimin e personalitetit dhe mendimin kritik të fëmijëve. Ashtu siç e thash edhe pak më parë, qëllimi i veprave i librave për fëmijë është që ato të jenë më kritik. Dhe që të jenë më kritik, ato duhet të lexojnë më shumë, që të mundet ta krijojnë një botë të tyre, për të cilës do të marrin mesazhe dhe do të japin. Dhe mendoj kur një fëmijë mëson të lexojë, të jeti përkushtuar në lexim, do të vazhdoj gjithmonë të lexojë dhe e them me plot gojë, çdo njeri i lexuar është një njeri që pranon realitetin dhe nuk është paragjykues. E pranon realitetin, i pranon njerëzit e tjerë si të jenë pavarësisht që nuk e kanë mendimin e njëjtë, i pranon,
por nuk i bën, thjesht e pranon. Te ata njerëz kam mësuar që nuk ekziston paragjykimi dhe kjo gjë më pëlqen. Kjo gjë më ka arritur më shumë të mos paragjykoj, por ta pranoj tjetrin ashtu siç është. Ne mbaruam dhe pjesën e autorëve të huaj, ku më pas do të kalojmë edhe në pjesën për autorët shqiptar të letërsisë për fëmijë, po si fillim do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa. Mirë se vini në Dua Mall, qendra tregtare ku stili, komoditeti dhe përvoja perfekte e blerjes bashkohen vetëm në një vend. Nga markat më të njohura, trendet më të fundit të modës, aksesor, kozmetik, deri te hapësirat relaksuese për kafe dhe argëtim, gjithçka që kërkoni e gjeni në Dua Mall. Ambiente moderne, oferta të shumta, përvojë unike për të gjithë familjen tuaj. Dua Mall, vendi ku dëshirat tuaja bëhen realitet. Detex Home, ngrohtësia fillon në shtëpinë tuaj. Kërkoni cilësi, rehati dhe elegancë për shtëpinë tuaj? Detex Home është zgjedhja ideale për ju. Tek ne gjeni çarçaf cilësor dhe modern, jastëk komod, peshqir të butë dhe luksos, aksesor dekorativ për çdo kënd të shtëpisë tuaj, qeis nga më të ndryshmit. Çdo detaj është zgjedhur me kujdes për t'i dhënë shtëpisë tuaj stil, rehati dhe elegancë. Detex Home, sepse shtëpia juaj meriton më të mirën. Moleraj Musa, ngjyra që i jep jetë shtëpisë tuaj. Dëshironi freski, bukuri dhe transformim të plot për ambientin tuaj? Moleraj Musa sjell profesionalizëm, përkushtim dhe perfeksion në çdo detaj. Lyerje profesionale brenda dhe jashtë shtëpisë, transformim total i hapësirave, cilësi, pastërti dhe punë me standarde të larta. Sepse ngjyra nuk është thjesht bojë, është ndjesi, është stil, është jetë. Moleraj Musa i jep ngjyrë, bukuri dhe jetë shtëpisë suaj.
U rikthehemi kështu përsëri në studio dhe tani do të flasim për autorët shqiptar të letërsisë për fëmijë, të librit për fëmijë. Letërsia shqiptare për fëmijë ka një trashëgimi të pasur dhe të larmishme, ku shkrimtarë të ndryshëm kanë përdorur imagjinatën, humorin dhe mësimet morale për të edukuar dhe argëtuar brezat e rinj. Në këtë pjesë do të përqendrohemi tek disa nga autorët më të njohur shqiptar që kanë shkruar veçanërisht për fëmijë, veprat e tyre dhe ndikimi i tyre në promovimin e leximit të librave. Si fillim e kemi edhe librin 14 vjeç dhe ëndër nga Çajupi. Është një vepër e cila tregon atë mentalitetin katastrofal që ka pasur Shqipëria në atë kohë. Tregon në vete mban ironinë, satirën, poshtërimin e atij mentaliteti ku nusja nuk është parë kur si një nuse shtëpie, por është parë gjithmonë si një vegël punëtore që do t'i bëj punët e shtëpisë. E kemi Gjinon, i cili është vetëm 14 vjeç dhe e detyrojnë atë të shkretin të martohet. Marigoja e dashuruar me bandillin, por nuk mundet të thot asnjë fjalë se më përpara vendoste familja për fatin e fëmijëve të tyre. Do të thënë tregon në një mënyrë mund të thoja më të thjeshtë, një mentalitet të prapambetur, ku do të thënë ishte me duhe mos të merrje nuse, pavarësisht që Gjinoja ishte vetëm fëmijë, Marigoja ishte 30 vjet gati. Një dallim i madh moshe, ku e tregon më bukur në momentin kur Marigoja e përkundte Gjinon për ta vënë në gjumë, i tregonte për ralla, i këndonte. Tregon një mentalitet shumë të prapambetur shqiptar dhe më vjen keq që është një mentalitet që në disa vende shqiptare dhe në disa familje shqiptare ekziston akoma. Edhe nuk është puna vetëm hajt të gjej nuse, hajt marrim nuse për shtëpi. Nuk është ajo, se ajo do jetoj me ju. Domethënë kur e mendon që ajo e len derën e babës të vet, që aty është mbretëresh, ngrihet kur të doj, flen kur të doj, han, s'han, bon, s'bon, edhe vinë në një derë të huaj, unë mendoj që në atë moment juve duhet ta mbani atë nusën pllon dorës. Se tek e fundi keni edhe vajza vet, si do doshit ju që familja e burrit e asaj ta trajtonte atë. Libri po ashtu mëson fëmijët të jenë kurioz, të përballojnë sfidat e përditshme dhe të kuptojnë rëndësinë e ndershmërisë dhe të bashkëpunimit. Një vepër tjetër kemi edhe Dr. Gjilpëra nga Fajkonica. Ky personazh magjik sjell histori me humor dhe fantazi, ku çdo epizod ka një mësim të fshehtë moral. Dr. Gjilpëra shpesh ndihmon fëmijët të zgjidhin problemet e tyre duke përdorur zgjuarsinë dhe fantazinë. Autori po ashtu ka qenë aktiv në promovimin e leximit për fëmijë në shkolla dhe në biblioteka, duke organizuar lexim të përbashkët dhe diskutime mbi historinë. Edhe për Dr. Gjilpërën do të thoja të njëjtën gjë, që personazhi kryesor i saj ishte një doktor shumë i mirë, që ka studiuar në vendet e huaja dhe ishte në mes një zgjedhjeje ku kishte dy alternativa, ose të vazhdonte jetën e tij jashtë shtetit, ku mund domethënë e priste një ardhmë shumë e ndritur, e suksesshme, apo të kthehej në vendlindjen dhe për të ndihmuar popullin e tij. Dhe në këtë rast e shohim te Fajkonica që zgjohet edhe triumfon ndjesia adhetare, patriotizmi, ku ai kthehet dhe mënyra se si kthehet është interesante, se si e presin është mënyrë edhe më interesante, po nga ana tjetër Fajkonica po ashtu njihet si kritiku më i madh letrar shqiptar dhe pjesa që doja dhe ta cekja ishte momenti kur gratë nuk e kishin lejen të shkonin në doktor, edhe shkon burri bashkë me të, dhe burri thotë që më kontrollo mua që ta di çfarë ka gruaja. Edhe ishte ajo pjesa ku grua si dhimbte dhëmbi. Edhe ulet burri që ta kontrolloj doktori, që ta gjej çfarë ka gruaja. Edhe interesantja ishte që thotë më dhem ky dhëmbi, ja hiqte doktori. Jo, mua akoma më dhem ky dhëmbi tjetër, derisa e lan pa dhëm në gojë. Edhe kjo është domethënë mënyra satirike, ironike që Fajkonica ka shprehur mentalitetin e prapambetur shqiptar. Nga ana tjetër e kemi edhe Shpellën e Thesarit, ku nuk e di sa herë kam lexuar Shpellën e Thesarit kur isha në shkollë fillore, në 8 vjeçare.
mësues të gjuhës dhe letërsisë shqipe kishim profesor Natmir Arifin, të cilin e përshëndes shumë dhe të them të drejtën për aty më ka lindë dhe dëshira për ta studiuar gjuhën dhe letërsinë shqipe. Ka qenë një profesor fenomenal ku ora e tij nuk ishte vetëm për gjuhë shqipe, ora e tij ishte edhe psikologjike, në problemet që ne mund t'i kishim si klas ose personale, ai gjente domethënë diçka nëpër libra që ne na bënin të mos ndihemi keq ose të ndryshëm nga të tjerë. Domethënë na bënte shumë të afërt. Profesor Natmiri ka pasur shumë mundësi të jetë ku më lart, po interesantja është që edhe për arsimtarin Natmirin ka triumfuar më shumë adetarizmi. Shpella e Thesarit, historia që tregon aventurat e fëmijëve që zbulojnë një shpellë misterioze dhe thesarin e saj të fshehtë përmes sfidave dhe enigmas që ata hasin gjatë zbulimit të kësaj shpelle. Ata mësojnë vlerën si guximin, bashkëpunimin dhe respektin për njëri tjetrin. Libri inkurajon eksplorimin, kuriozitetin dhe përdorimin e mendjes për të zgjidhur problemet. Nga ana tjetër e kemi edhe Sikur të isha djalë, një histori që flet për perspektivën e ndryshme të gjinisë dhe eksperiencat e përditshme të fëmijëve, vepra sjell humor, reflektim dhe mësim mbi barazi, mirëkuptimin dhe respektin. Ky libër ndihmon fëmijët të kuptojnë se çdo përvojë ka vlerë dhe se empatia është një aftësi e rëndësishme në jetën e përditshme. Nga ana tjetër e kemi edhe Shkëlzen Zallin, i cili po ashtu ka ndruar jetë. Shkëlzen Zalli është më modern, domethënë ka shkruar vepra për fëmijë, por të cilat janë edhe më moderne. Ka ndruar jetë para disa vitesh, ku e kam pasur fatin të takoj gruan e tij, Vjollcën, në një panajir libri, ku unë shisja librat e shtëpia botuese Sythi në Tetov. Po, Sythi i Vjollcë Berishës, dhe atë e kisha komshi me shtëpitë botuese. Vjollca tregon shumë dashuri për Shkëlzenin, edhe tregon që çdo libër e kanë shkruar bashk, ose në çdo libër ka pasur grimca të historisë të këtyre të dyve. Dhe pavarësisht që Shkëlzen Zalli ka shkruar edhe dy vepra të tjera të cilat janë dedikim për Vjollcën, Vjollca më dha një shije shumë të mirë për veprat e tij dhe po ashtu veprat e tij ka marrë për një pintim për dhurata gjithmonë, se e bukur e atyre është që janë në dy gjuhësia. E kemi marrë edhe këtë në fakultet, po për shembull nga njëra anë e kemi në gjuhën shqipe, nga ana tjetër e kemi në gjuhën italiane, ku domethënë në të njëjtën kohë fëmia mund ta lexojë një faqe, domethënë një pjesë të historisë në të dyja gjuhët dhe të kuptoj a është e njëjtë mënyra të shprehurit apo jo. Pavarësisht veprat kryesore për fëmijë ka shkruar domethënë Shkëlzen Zalli disa tregime dhe disa poezi të dedikuara leximit dhe lexuesve të rinj. Veprimtaria për libra Shkëlzen Zalli është i njohur për përkushtimin e tij ndaj promovimit të librit dhe leximit te fëmijët. Ai ka zhvilluar aktivitete nëpër shkolla, ka organizuar lexim kolektiv dhe ka mbështetur botimin e librave për fëmijë duke nditur dashurinë për librin dhe zhvillimin e imagjinatës. Historitë e tij shpesh përqendrohen tek aventurat e vogla, sfidat e përditshme dhe mënyrat se si t'i zgjedhim ato me zgjuarsi dhe me kurajo. Kjo është e bukur e tij, se tregon në një mënyrë më të afërt, ndryshe nga autorët e tjerë, të cilat, domethënë shqiptarë, të cilët kanë shkruar për historinë ose për letërsinë për fëmijë. Shkëlzen Zalli është më i afërt, duke e bërë një krahasim mes letërsisë së huaj dhe asaj shqiptare për fëmijë. Ne kuptojmë që për shembull në letërsinë e huaj, në letërsinë për fëmijë neve kemi për shembull si duket flutura, si krijohet flutura, çfarë ngjyrash ka flutura, çfarë lloje macesh kemi. Domethënë janë në mënyrë që domethënë t'ua zhvilloj imagjinatën fëmijëve, por letërsia për fëmijë e jona, bazat e saj vërtet janë nga gjyshërit, janë nga letërsia popullore, dhe letërsinë popullore ne kemi të pasur me patriotizma, me heroizma, ku
kemi një nulla që thonë edhe u bofsh si Skënderbeu ose luftofsh si Skënderbeu. Domethënë, letërsia për fëmijë shqiptare ka qenë shumë e vrasht, edhe prandaj mendoj që patriotizmi që e kemi ne në gjak si shqiptar është fakti që ne na ka mbrumos. Domethënë, ne na ka zonë gjumi tu dëgju lutjet e gjyshërve, luftofsh si Skënderbeu. Domethënë, kjo është edhe ndryshimi më i madh dhe më vjen keq ndonjëherë për fëmijët shqiptar që nuk e kanë pasur këtë zhvillim imagjinativ, por nga ana tjetër them, më mirë që e kemi pasur këtë, vërtet na dallon, jemi ndryshe dhe të jesh ndryshe nuk është gjë e keqe dhe kemi një karakteristikë e cila na dallon. Kemi diçka që ne kur dalim përpara botës, ne e themi me krenari që po, unë jam shqiptar dhe kjo gjë është nga lindja, është e brumosur, prandaj dhe ne sot e kemi. Vlera dhe ndikimi i këtyre librave është se çdo autor dhe vepër ka një rol të veçantë në formimin e personalitetit të fëmijës, përmes tregimeve, porrallave dhe poezive fëmijët mësojnë si të vlerësojnë imagjinatën dhe krijimtarinë, zbulojnë mësime morale mbi miqësinë, ndershmërinë dhe drejtësinë. Zhvillojnë pashtu aftësi për të menduar kritikisht dhe për të zgjidhur probleme lidhe me kulturën dhe trashëgiminë shqiptare, duke kuptuar se vlerat e komunitetit dhe historia janë të çmueshme. Dhe si përfundim, doja të thoja se në këtë pjesë të programit të Retro Time është ajo që na rikthen tek thesari i vërtet i letërsisë për fëmijë shqiptare. Autorët që kemi përmendur nuk janë thjesht shkrimtar, por edhe edukator dhe promotues të leximit. Librat e tyre nga 14 vjeç dhëndër, Doktor Gjil Përa, Shpella e thesarit dhe apo sikur të isha djalë, veprimtaria e Shkëlzen Zalli krijojnë një lidhje të veçantë mes lexuesit dhe botës së imagjinatës së fjalës. Ata na kujtojnë se libri është gjithmonë një mik dhe një udhërrëfyes, po ashtu një udhërrëfyes dhe në një botë ku imagjinata nuk ka kufi. Dhe kjo është e bukura, prandaj e thash që në fillim që dua arsimtarët të vazhdojnë të japin akoma lektyra dhe po ashtu prindërit të jenë shumë dakord me këtë pjesë, se ka edhe prindër që punojnë në arsim dhe ankohen që përse ja jep ti lektyrën ku ligji i ri ose plani i ri i arsimit është të mos kenë. Ka edhe një arsye që ata nuk duan që ne të lexojmë. Kuptoni? Do t'i bëj pak më thellë kësaj. Po, kjo ishte dëshira ime, dhe po ashtu doja të thoja si përfundim se kjo është puntata e parafundit e Retro Time. Të martën që vjen jemi në puntatën e fundit. Shpresoj të keni kaluar sa më bukur dhe të keni mësuar diçka më shumë për letërsinë dhe për librat për fëmijë. Ndoshta vërtet ne cilësojmë për fëmijë, po ne me ato rritemi, zhvillohemi dhe prej atyre mësojmë se çfarë të duam dhe në mënyrën se si ne duhet të rritemi. Kaq ishte edhe programi Retro Time për këtë të martë. Shpresoj të jeni kënaqur dhe të keni mësuar diçka më shumë. Ne do të takohemi përsëri të martën tjetër. Deri atëherë, mirëmbëçi. Retro Time u mundësua nga Dua Mall Struk, Detex Home dhe sponsor general Moleraj Musa.